Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim në zyrën e tij me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, mes të cilëve dhe ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato. Takimi vjen menjëherë pas publikimit të progres raportit të vitit 2025 për Shqipërinë, ku theksohen arritjet dhe sfidat në rrugën drejt antarësimit në Unionin Evropian. Në një reagim në rrjetet sociale, Rama e cilësoi takimin si rutinor, vjetor, duke nënvizuar se diskutimet janë përqendruar tek rrugtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian pas dorëzimit zyrtar të raportit nga Gonzato në institucionet kryesore të vendit. Komisionerja Europiane për Sirim, Marta Kos, në prezantimin e raportit ka përmendur Shqipërinë dhe Malin e Zi si dy vendet më të avancuara në Ballkanit Perëndimor për shkak të progresit të dukshëm në reforma. Nota pozitive nga Brukseli vijnë në një kohë kur vendet e tjera të rajonit si Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Kosova përballen me tensione të fqinjësisë që pengojnë përparimin e tyre drejt Unionit. Në raportin e këtij viti, drejtësia shqiptare dhe sidomos prokuroria e posaçme antikorrupsion vlerësohen për reformat e qëndrueshme dhe pavarësinë institucionale, ndërkohë pjesa politike e vendit është vlerësuar më kritikisht për shkak të mungesës së dialogut konstruktiv mes majorancës dhe opozitës dhe ndërhyrjes të qeverisë në pushtetin vendor gjatë verës së këtij viti. Raporti nënvizon gjithashtu nevojën për ndryshimet në kodin zgjedhor që do të mundsonin standarde më të larta në proceset elektorale dhe do të forconin besimin qytetar në institucione. Në përfundim të takimit, Rama përsëriti angazhimin e qeverisë për të vijuar me reformat që ofrojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ndërsa diplomatët e pranishëm e cilësuan progres raportin si një sinjal pozitiv për ecurinë e vendit në rrugën e integrimit.